Të dashur shqiptar, sot do mësoni për skandalin më të madh në historinë e gjuhës shqipe. Fjala shqipe ngas, një fjalë njohërshe, është regjistruar në gjuhën e buzukut ngasa, por është më e lashtë në gjuhën e arbëreshëve, anangasa. E njëjta fjalë gjendet tek arbëreshët në himar. E përsëris. Arbëreshët, arvanitasit janë përzënë nga fshati Kalkidhiki, Piluri. Në himar, e njëjta gjuhë është në gjuhën e arbreshëve, fjalë për fjalë. Pra në gjuhën e arbreshëve, anangaset në italisht është afretarsi, do të thotë nxito. Anangasu është në gjuhën arbreshe, por kjo është forma urdhërore e greqishtes. Anangasu do thotë nxito në greqisht. Në fakt, në gjuhën greke kjo ka kuptim tjetër, shtrëngoj, të bëj diçka. Detyroj dikë të bëj diçka, në gjuhën arbreshe ka marrë kuptimin nxito. Dhe ashtu është dhe në gjuhën shqipe, edhe fjala ngas. Jokli mendoi se kjo është fjalë njohërshe. Edhe Jokli ka rënë pre e gjuhës njohërshe ilire pellazgjike. Jokli, e përsëris, është gjeniu më i madh i të gjitha kohrave, themeluesi i ilirishtes. Viktim ka rënë Gustav Mahleri, Holger Pedersen, e gjithë Akademia Austriake. Besonin që shqiptarët flasin gjuhën ilire. Mirë po unë, duke hapur dokumentat e Bizantit, gjej përshkrimin e qyteteve ilire janë të gjitha në greqisht, nga njëherë në latinisht. Dhe u të merova, që është kjo ilirishta? Në ilirisht janë emra grek, por pa formën e trajtës së shquar. Ho, mashkullore, he, femërore. E përsëris, kjo është ilirishtja, dhe ky është dialekti epik i përdorur në poemat e Homerit, Iliada dhe Odisea. Kjo është gjuha pellazgjike. Merrni frymthell. Gjuha pellazge me fjalët njohërshe janë fjalë greke të reduktuara. Dhe anangaset është bërë në gjuhën arbreshe, anangasht, do thot me nxitim. Në gjuhën arbreshe. Me nge është në shqip, të lëvizësh me nge, dal nga dal. Është për te imagjinatës njerëzore. Fjala shqipe ngasa e buzukut është anangasa në gjuhën arbreshe që vjen nga moreja. Moreja ka kuptimin bim për prodhimin e alkoolit. Në gjuhën greke, moreas. Zbulimim epokal. Nga moreas vijnë arbreshët për në Itali. Janë përzënë nga grekët. Po ashtu nga Kalkidhiki vijnë 240 familje në himar. Dhe flasin akoma gjuhën arvanitase. Arbreshe, fjala arbër është bërë arva, arvanitas, sot. Dhe këta arvanitas flasin një gjuhë të përzier gjysmë greqisht, gjysmë shqip, po dhe fjalët shqipe, si të shikoni, janë fjalë greke të reduktuara. Se çfarë bën shqiptari Driloni? Në latinisht është shumë e kollajt ta shikosh se çfarë bën shqiptari. Kabalus e shkurton në kal. Medicus e shkurton në mjek. Amicus e shkurton në mik. Fjalë të shqipes i degeneron shqiptari. Fjala shtëpi, shqiptari bën shtëpi. Fjala mëngjes, shqiptari e bën mjes. Kjo është gjuha gege e shqiptarit, që është në fakt gjuhë e jugut, gjuhë arbreshe, por fjalët janë shkurtuar në gegnisht. Kjo është gjuha pellazgjike, ilire. Pra Zoti që është në qiell. Dhe kjo fjalë është shpjeguar gabim në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe kam nxjerr më përpara si film, do ta shikoni, sepse besoja tek Norbert Jokli, te Holger Pedersen, te Gustav Mahleri, por as ata nuk e dinin që gjendja e Shqipës është kaq tragjike, që fjalët greke
Janë shkurtuar, janë bërë fjalë njirokshe, pellazge. Pra truri i shqiptarit është majmunizuar, është shtrydhur, është bërë sa një kokë driloni, koka e shqiptarit. Fjala greke anangaso vjen nga greqishtja ananke, që sot shqiptohet anangi, do të thot nevojë, domosdoshmëri. Dhe nga kjo është formuar folja anangaso. Shtrëngoj, kam nevojë. Në shqip ka marrë kuptimin e shtrëngoj dikë që të nxitoj, të eci shpejt. Jogli thot kjo është fjalë lire, pellazge, nuk i shkoi të ndërmend atij të shikoj gjuhën e arbereshëve në Itali. Askujt si ka rënë mendja, asnjë shqiptar në botë përveç meje. Unë po shikoja në internet gjuhën e arbereshëve në Itali dhe thoja, shumica janë fjalë të italishtes, është e vërtet, por baza e fjalorit të arbereshëve në italisht, në Itali sot dhe në Sicili, këto janë fjalë greke. Pothuajse të gjitha. Dhe janë shkurtuar. Por në gjuhën arbëreshe anangaset, nxiton, është një lloj si në greqisht, në kuptimin shtrëngohet, që të nxitoj. Në formën pësore, është një lloj si në greqisht edhe në gjuhën arbëreshe. Anangasu, mënyra urdhërore, është një lloj si e folur e greqishtes në himar, edhe e arbëreshëve. Një lloj, kjo është mënyra urdhërore greke për format vetvetore. Por në shqip është në të gjitha foljet. Ngrihu, ngrohu, ftohu. Format vetvetore të shqipes janë si në greqisht, edhe në gjuhën arbëreshe, me u. Por shkruhet o u në greqisht dhe shqiptohet u. Kjo është forma urdhërore e shqipes. Është kopje e greqishtes. Identike. Dhe ilirët flisin dialektin epik. Merrnin emrin Ho Brindos, Brini, dhe kthyen në Brindos, Brini, qyteti i Brindisit, në ilirisht. E kuptoni çfarë gjuha ilire? Merrnin fjalën Ho Lembos, ja hiqnin formën ho, trajta shquar, dhe unë kam gjetur tek gjuha ilire, në pllakat ilire, Lembos, pa ho, pa formën e trajtës së shquar. Po atëherë si komunikonin ilirët, ja do ja them unë si në gjuhën e Homerit. Nuk thonin djali, forma e trajtës së shquar, po thonin ky djalë. Nuk thonin grua, por thonin kjo grua. Kjo është gjuha e Homerit. Pra Homeri nuk ka nevojë për format e trajtës së shquar, zbulimi im, sepse ai përdor emra dëftor në greqisht për ta shquar emrin, për të thënë që është ky djalë, kjo vajzë, kjo grua. Këtë bën Homeri. Këtë bën dhe shqiptari, dhe iliri. Ja heq formën e trajtës së shquar emrit dhe vendos për emrin dëftor. Këtë kam zbuluar unë në shkrimet e mesapishtes. Këtë gjë bën dhe mesapishtja. Heq trajtat e formës së shquar të emrit në greqisht. Por gjuha mesap është gjuhë greke, e kam thënë këtë dhe në filma të tjerë, sepse kam vënë re që foljet në mesapisht zgjedhohen si në greqisht, kopje. Gjuha mesap është gjuhë greke, thjesht nuk ka format e trajtës së shquar të emrave, sepse përdor për emrat dëftor, një lloj si Homeri në Iliadë dhe në Odisea. Ta shikojmë bashkë sepse kjo është shumë tronditse. Nuk bëhet fjalë vetëm për foljen ngas, ngasu, anangaset, me nxitu që është në shqip. Të gjitha foljet kështu formohen në shqip. Të dashur shqiptar, pranojni që jam një titan dhe nuk do ishte zbuluar kjo dot kur, sikur mos kishte qenë interneti, sikur unë mos kisha parë gjuhën e arbreshëve, dhe në gjuhën arbreshe, anangaset do thot afretati, afretarsi, me nxitu. Është folje vetvetore në gjuhën arvanitase, një lloj si në greqisht,
dhe është krijuar ndaj folja anangasht, do thot me nxitim. E kam dhe në italisht edhe në anglisht të përkthyer për ju, dhe forma arvanitase edhe shqipe e shkurtuar në ngas vjen nga greqishtja e lashtë ananke, që sot shqiptohet ananki, është dialekti i Atikës, të dashur shqiptar. Dhe nga kjo është krijuar folja anangazo. Pra, nga kjo formë, anangas e greqishtes është krijuar me kuptimin shtrëngoj. Të dashur shqiptar, merrni frym thellë që mos ju bjeri të fikët nga dëshpërimi. Në gjuhën greke, anangaso, kjo formë, ka hyrë në shqip anangas, një lloj. Kjo është forma e arbreshëve. Është bërë ngas në gjuhën shqipe, por është anangas në gjuhën e himares. Tani duhet të jem shumë i sinqert, këtë fjalë kanë gjetur minoritarët, dhe kjo fjalë është futur në fjalorin e Kolec Topallit, por nuk ekziston në fjalorin e Qerem Çabeit. Pra, këtë zbulim e kanë bërë minoritarët, po unë e kam bërë në mënyrë paralele duke parë arbreshët, pa ditur gjë fare për minoritarët. Por Kolec Topalli nuk e di që edhe fjala ngas, ngacmoj, vjen nga anangas. Ai mbahet qëndrimit që ngas është fjalë ilire, siç e mendonte dhe Jokli. Pra, fjala ngas, ngacmoj, ka ardhur nga forma e perfektit në gjuhën greke, anangaso. Kjo është për te imagjinatës njerëzore, të dashur shqiptar. Gjuha shqipe praktikisht është krijuar në Greqi. Kjo që ka ndodhur është shumë e tmerrshme. Në Greqi unë kam gjetur 4000 toponime arbëreshe, origjinale, shqipe, jo greke. Por unë mendoja se ishin me origjinë nga shqipja lashtë, nga ilirishtja. Janë gjithashtu nga greqishtja këto toponime. Gjuha shqipe ka lindur në Greqi, kjo gjuhë pellazgë. E kuptoni apo jo? Kjo gjuha e gegëve që mendojmë ne, këto fjalë të shkurtra, një rokshe, janë me 3 rokje në gjuhën arbreshe dhe në gjuhën greke. Merrni frym thellë. Nuk ka fjalë një rokshe në gjuhën arbreshe, edhe në gjuhën greke, nuk ka fjalë një rokshe. Këto shkurtohen, këto fjalë, në gjuhën gege, në gjuhën e buzukut, në shqipen e sotme, por këto forma kanë mbetur në himar, tek arbreshët që kanë ardhur nga Kalkidhiki, dhe nga arbreshët që kanë ardhur nga Moreas në greqisht. Kjo është shqipja origjinale në Itali. Janë shtuar 80% të fjalëve të tjera nga gjuhë slave në gjuhën shqipe, nga gjuha turke, por fjalët e trashëguara që janë në gjuhën arbreshe gjenden në Greqi, aty kanë lindur. Merrni frym thellë. Gjuha ilire është gjuhë greke, zbulimi im. Të gjithë emrat e qyteteve ilire janë në greqisht, jo vetëm në Shqipëri. Në Dalmaci, në Kroaci, Panoni, Hungari, në Kosovë, në Serbi janë emra grek ose kelt. Këta janë emrat e ilirëve, fisëve ilire, që ju kam sjellë unë. Kujt ja merrte mendja një gjë e tillë, që fjala ngas vjen nga perfekti i greqishtes, anangaso. Çmenduri. Anangasu, nxito, është në gjuhën arbëreshe, por dhe ngas e shkurtuar në arbërisht. Edhe në gjuhën e shqiptarëve në himar. Janë arvanitas të përzën nga Greqia në shekullin e 15. 2 grupe shqiptarësh shkojnë në Sicili dhe në Kalabri, një grup tjetër arvanitasish nga Kalkidhiki, 240 familje vendosen në himar.
dhe kujtojnë se janë grek. Flasin një gjuhë gjysmë greqisht, gjysmë shqip, por dhe fjalët shqipe janë fjalë greke të shkurtuara, më vonë tek shqiptarët e tjerë. Tek gjuha gege, e gegve, pa dini ju që do thot geg, vjen nga gjuha e vlehve. Gegyftyu do të thot egyptian. Ata i quajnë shqiptarët grek, egyptian, nga Aleksandria. Kjo është kuptimi i fjalës gegyftyu. Fjala geg, gjuha gege, është shkurtim i fjalës egyptian, ma gjyp, sepse ata kujtoni se ne ishim me vgjitë. Vlehet kujtojnë se ne jemi jefq, që u shtym nga Greqia në shekullin e 15 për në veri. Prandaj nuk ka toponime shqiptare në Shqipëri, as në Kosovë, as në Malin e Zi, nuk ka, as në Kroaci. Janë toponime greke, latine dhe kelte. Këta janë gegyftyut, gegët, që i shkurtojnë në fjalët. Anangaso e shkurtojnë në ngacmoj, ngas. E Joklit nuk ja mori mendja që shqiptari ishte kaq drilon, që i shkurton fjalët të shqiptari. Shtëpi e kthe në shtëpi, mëngjes e kthe në mjes, fatos e kthe në tosi, Edmond e bën mondi, përparim e bën rimi. Ky është shqiptari, Driloni Vockël. I faleminderit Driloni, për vëmendjen tuaj Driloni, në filmat të tjerë Pellazgjik. Mirupafshim Pellazg!